miqdashun e të respektu. As gjatë tragjike s'ka ndodhur me listën serbe Kosovë. Por ne nuk mund bëjmë veprime politike të cilat e ndihmojnë një satelit Serbisë në Kosovë në strategjinë e Serbisë, shtetit Serbisë, që synon bllokimin e Kosovës, sabotimin e shtetit Kosovës dhe defunksionalizimin politik e shtetëror të Kosovës. Me synimin final që e ka Serbia dhe pretendimin që e ka mbi ne, që është ripushtimi i Kosovës kur rastit paraqitet dhe pjeken kushtet, siç e ka thënë presidenti i Serbisë. Prandaj lista serbe, që është veç vegla e Beogradit zyrtar në Kosovë, nuk e ka marrë asnjë ndëshkim deri sot dhe për sulmin në Banjsk, sulmin terrorist e agresionin për cilin është dëshmu tashmë që ka qenë i përgatitur në orkestruar e financuar nga Serbia. Dhe çka pritet nga ne? Që t'ja bëjmë edhe me të lehtë jetën politike ne, lista serbe, që do të thotë t'ja bëjmë më të lehtë jetën politike dhe strategjinë Serbisë në Kosovë, dhe në këtë drejtim t'ja bëjmë më të lehtë ndikimin Rusisë në Ballkan? Jo. Vje keq. Nuk mund pritet nga një tip si unë dhe nga grupimi i cili t'i takoj që të bëjmë veprime të tilla, të cilat veç e lehtësojnë strategjinë serbe anti-Kosovë, anti-shtetit Kosovës, kundër neve. Prandaj me mjete politike, pa terrorizim, pa përdor praktika siç i përdor të Serbia kundër nesh, ne do ta bëjmë të pamundërën që Kosova të forcohet dhe ndikimi i Serbisë brenda Kosovës të eliminohet. Kjo lidhet 100% me strategjinë dhe vizionin evropian dhe amerikan sa i përket rendit ri botëror që është duke u instaluar në Evropë dhe në botë. Ky rend i ri botëror nuk e parasheh si diçka pozitive ndikimin, fuqizimin e Rusisë me satelitet e saj siç është Serbia në Ballkan. Prandaj ne duke vepruar kështu, e ndihmojmë në afatgjat vizionin dhe synimin evropian e amerikan, sepse nuk ja lehtësojmë Rusisë ndikimin në Ballkan përmes Serbisë. Kaq e thjeshtë është kjo punë. As gjatë tragjike s'ka ndodhur me listën serbe. As diçka me u tmerru.